Zarfi i zi i mendjes, ka momente kur njeriu nuk humb durimin. Humb busullën. Nuk bërtet, nuk vrapon, nuk sulmon. Thjesht diçka këputet në mendje dhe gjithçka që ka qenë më parë, logjika, vetkontrolli, turpi, bie si një perde e vjetër. Për Albën, ai moment erdhi pa paralajmërim, por nuk ishte i rastësishëm. Ishte ndërtuar ngadalë, ditë pas dite, me heshtje, me përtypje dhimbjeje, me fjalë të pathëna që ishin bërë barë, kur pa dolcen dhe limin duke u puthur, nuk ishte thjesht një skenë dashurie. Ishte një shpallje lufte për mendjen e saj. Jo sepse ata po putheshin, por sepse po e bënin sikur ajo të mos ekzistonte. Sikur gjithë prania e saj, gjithë durimi, gjithë pritja, të ishin një gabim që tani fshihej me një gjest të vetëm. Në atë sekond, Alba nuk ndjeu xhelozi klasike. Xhelozia ka dhimbje, por ka edhe shpresë. Ajo që ndjeu Alba ishte zbrazëti e përzier me zjarr. Një ndjesi që të heq tokën nën këmbë dhe ta mbush kokën me zhurmë. Do jua tregoj unë qefin, mendoj, jo si plan. Jo si premtim i qartë. Por si një fjalë instinktive e dal nga një vend ku nuk ka më filtër, truri i saj filloi të punojë ndryshe. Nuk analizonte më pasojat. Nuk pyeste më veten nëse kishte të drejtë apo jo. Mendja e saj hyri në një fazë mbrojtjeje të verbër, nëse nuk më shihni si njeri, do më shihni si kërcënim. Dhe aty lindi metafora e zarfit të zi, do dal me zarf të zi, përshpëriti ajo në mendje, zarfi i zi nuk ishte vdekje reale. Ishte simbol. Ishte mesazhi që vjen kur diçka ka marrë fund. Ishte paralajmërimi i fundit. Alba nuk po mendonte për shkatërim fizik. Po mendonte për shkatërim iluzionesh. Për prishje qetësie. Për nxjerrje në dritë të asaj që të tjerët e merrnin si të mirëqen, sepse Alba nuk donte t'i lëndonte. Donte t'i trondiste, pamja e puthjes vazhdonte të luajë në mendjen e saj si një film që nuk ndalet. Buzët e tyre. Afërsia. Qetësia e tyre. Dhe ajo, jashtë kornizës, e padukshme, do ta shohin çfarë do ju bëj, mendonte ajo. Por ajo çfarë nuk kishte ende formë. Ishte ndjenjë e pastër. Ishte revolt. Ishte një mendje që kërkonte të rikthente kontrollin, edhe nëse kjo do të thoshte të dukej e errët, e ashpër, e pakëndshme. Alba u largua nga skena pa zhurmë. Kjo ishte gjëja më e frikshme. Sepse njerëzit që largohen duke bërtitur i kupton. Ata që largohen në heshtje, jo, në vetmi, mendja e saj u bë më e zëshme. Çdo mendim ishte i mbredh. Çdo kujtim merrte ngjyrë të re. Ajo filloi të rishkruante historinë në kokën e saj, jo për ta shtrembëruar, por për ta parë pa iluzione. A kishte dhënë më shumë se sa kishte marrë? Po, a kishte heshtur kur duhej të fliste? Po. A e kishin marrë qetësinë e saj si dobësi? Absolutisht, dhe kjo ishte pika ku Alba nuk donte të ishte më e mirëkuptueshme. Nuk donte të ishte ajo që kupton gjithmonë. Donte të ishte ajo që nuk injorohet dot. Zarfi i zi në mendjen e saj u bë simbol i transformimit. Jo fundi i të tjerëve, por fundi i versionit të saj të vjetër. Ai zarf nuk mbante lajm për vdekje, por për ndryshim. Për ndarje. Për prerje të ftohtë emocionale, do ta shohin, mendonte ajo sërish, sepse ndonjëherë ajo që tremb më shumë nuk është ajo që bën, por ajo që je i gatshëm të bëhesh kur të shtyn shumë larg. Alba e dinte se pas asaj dite, asgjë nuk do të ishte njësoj. As për të, as për ta. Sepse kur mendja kalon atë kufi të padukshëm, nuk kthehet më plotësisht mbrapsht. Ajo nuk ishte më vajza që priste shpjegime. Ishte dikush që kishte vendosur të mos kërkonte më leje për të ekzistuar emocionalisht. Dolce dhe Limi mund të mendonin se gjithçka kishte mbaruar me një puthje. Por për Albën, ajo puthje ishte vetëm fillimi i një kapitulli ku ajo nuk do të ishte më figurë dytësore. Zarfi i zi nuk u dërgua kur fizikisht, por u dërgua në mënyrën si ajo ndryshoi shikimin, fjalët, distancën. Dhe ndonjëherë, kjo është forma më e fortë e paralajmërimit, sepse kur dikush thotë do ta shohësh çfarë do të bëj dhe nuk e shpjegon. Ajo që vjen më pas nuk është shpërthim. Është transformim, dhe transformimet janë gjithmonë të frikshme për ata që të kanë njohur vetëm të heshtur.